Beni, çfarë mendon se do të bëjë Rama me mandatin e 4? Pra, ti themi gjërat ashtu siç janë. Ka bërë 3 mandate, siç thatë ju, ka bërë punë të mëdha, ka ndryshuar strukturën e konceptit të ndërtimit qyteteve dhe ka bërë punë këtë, as nuk diskutohet, por në anën tjetër kemi një percepcion të madh për korrupsionin. Ka bërë punë, ka bërë një punë të jashtëzakonshme në marrëdhëniet me me ndërkombëtarë. Shqipëria sot është shumë e respektueshme dhe ju e pat, edhe du të flasësh edhe për këtë shkurtimisht. Ju e pat se është hera e dytë që i vinë liderët më të mëdhenj të Europës dhe në një kohë ky del me 200 vet aty një protest karagjozësh, që unë po të isha si Rama, e kam thënë dhe në një televizion, do të fuça dhe unë ja 5.000 që të tregojsha kush është ky. Në një moment që lidhen për sigurinë në Europë, për të ardhmen e Europës, ky del e bë protest. Dhe ngeli aty si një tash kemi një gjë. E para është percepcioni, mendoj unë, për korrupsionin dhe ka realitet, sa është i zmadhuar nuk jam gjendje t'ja them, dhe kemi problemin e shkollës dhe mjekësinë. Atëherë, se u bën shumë pyetje, po e marr me këtë që është më serioze dhe që unë mendoj që do të jetë një nga lëvizjet kryesore që do bëj Rama në egon dhe në sfidën e tij ndaj vetes tashmë, ndaj vetes. Korrupsioni në kohën e Berishës ka qenë mediokër. Mori përmasa të jashtëzakonshme në koalicionin Berisha-Meta. Ku ai i cili prodhoi u bë deri gjaksor. Prodhimi i filozofisë korrupsionit endemi kapilar në Shqipëri ka emrin Ilir Meta. Sepse nga ky moment vajtja, marrja e pushtetit dhe administrimi në mënyrë korruptive me një synim të vetëm, pasurimi nëpërmjet pushtetit, mori legjitimitet në këtë kohë dhe u bë një frym që pushtoi absolutisht çdo kapilar të shtetit shqiptar. Është një sëmundje jashtëzakonisht serioze që karakterizon shoqëri të paformuara, shoqëri të cilat në mënyrë posaçme nuk kanë instrumentat dhe nuk ka vullnet për instrumentat, por për them fillimisht nuk kanë instrumentat për të goditur mekanizmat të korrupsionit endemik. Jo të madhit, po largojmë nga i madhi, te i vogli fare. Dhe çdo thot te i vogli do thotë që ti kur vete në një dyqan dhe bën pagesën, nuk t'jep një faturë. Ky quhet korrupsion, zotëri. Sepse është në shpirtin tonë kjo s'kem korrupsion. Kur vete u imponu një kulturë e tillë, sepse këtë lloj kulture imponon shteti. U them ka qenë dhe përpara, edhe gjatë komunizmit, na shkallë që mund bëj, edhe pastaj nga Turqia, edhe gjatë kohës Zogut, do gjithmonë kemi pas në këtë, nuk kemi krijuar ne dot një ndërgjegje. Në parantezë do të them një gjë që është shumë interesante, kam para 10 ditësh isha në Amalfia. Ku? Amalfia, në Itali. Dhe Amalfia është një nga pikat turistike më madhështore që ka Italia, ku grupe turistike ishin çdo minutë vinte një autobus me 50 veta. Dhe kishte dhe prurje që vinin nëpërmjet targeteve. Që këta njerëz të kalonin nga një pikë në tjetër do të hypnin në urban. Dhe atje kam parë popullin e Kamzës në perceptimin ton, ose popullin e bankës, në perceptimin ton, se si shtyeshin për të futur në autobus. E kam filmuar. Dhe atje perceptova një gjë. Popujt janë të gjithë një lloj. Në momentin kur shteti nuk vendos rregulla, të cilat të imponojnë atë që themi në edukat, dhe pastaj kthehet edukat, dhe me edukuari që ata ishin turistë perëndimor gjithë, ishin gjerman, holandez, etj. Ti shifje si zirreshin dhe si shtyeshin njëri tjetrin. Prandaj vite ky koncepti, popujt janë gjithmonë një lloj, i letë lirë, anarkia është pjesa natyrore dhe instinktive që gjithmonë e dirigjon çdo njeri. Pastaj fillon ndërgjegja që nuk është gjë tjetër vetë censurim. Vetë censurim është. Ligji është censurim pastaj. Ligji censurë është, shkelje drejtave njeriut është, shkelje lirisë është, por që prevalon në funksion të gjithë. Çu duhet thënë parim. Çfarë ndodhi Ramës? Ju shpeshherë thoni mori mandatin e 4. Unë e kam korrigjuar termin e morit mandatit e 4. Nuk ka se Rama ka marrë mandatin e 4. Rama ka marrë një mandat.
por në 4 fitore ndaj të njëjtit person. Një mandat ka Rama. Dhe 4 herë ka dalë njëjti person. Dhe kur analizojmë, ne themi, Rama diktator sepse ka marrë 4 mandate. Jo them unë. Sepse përballë Ramës në 4 mandatet ka qenë njëjti person gjithmonë zotëri. Pra opozita shqiptare, humbje pas humbjes, në vend që të bënte reformimin e vet, vazhdon të paraqitet me të njëjtin format. Por ky popull kur të dha goditjen para 12 vjetësh zotëni ta dha sepse ka qenë personi më i rryer për të. Dhe modeli që i solli Shqipërisë ishte model i penalizuar në ndërgjegjjen e çdo qytetari. Sa herë ti të paraqitesh, ti nuk del nga ai model dhe e vërteta është që në vitin e 8, në vitin e 4 dhe tani, pra në sezonin e 3, para 8 vjetësh, para 4 vjetësh dhe tani, Sali Berisha u paraqit përsëri me 10 model.